them drejten, që vitin e kaluar mu bë një lloj parapërgatitje për ligën unike, duke qenë se Beslidja është një ekip i ri që merr pjesë në Superligën e Shqipërisë dhe përfshira në ligën unike është diçka e re për ekipin, por ne kemi ardhur me ide të qarta për ligën unike dhe përballja me dy konkurrentët siç janë Bashkimi dhe Vllaznimi për ne nuk kanë qenë të lehta. Megjithatë, kemi dalë me këtë ekip që kemi t'i bëjmë ballë Bashkimit, jo dhe aq sa duhet Vllaznimit. Trajner, vetëm Beslidja do të luajë nga skuadrat nga Shqipëria, por pse po është e vështirë që skuadrat nga Shqipëria të arrijnë të bëjnë diçka më tepër në këtë ligë? Ideja e ligjit për sponsorizimin është ai që mendon bën ndryshimin mes dy shteteve. Kosova ka një ligj shumë të mirë, i cili i ndihmon klubet për të marrë të ardhura nga sponsorët, duke qenë se dhe ligji e favorizon një diçka tillë, dhe si rrjedhoi kuptohet afrimi i lojtarëve më cilësor në ligën e Kosovës, bën që edhe këto diferenca të jenë të dukshme mes kampionatit shqiptar dhe ligës së Kosovës. Megjithatë, unë mendoj që Beslidja është përfaqësuar drejtësisht me prurjet që ka në ekipin e vetë dhe me mbështetjen, si thush, me mbështetjen vullnetare nga sponsorët dhe nga Bashkia e Lezhës. Gjithsesi, Arten,